Votoi më shumë se një herë në zgjedhjet e pjesëshme vendore në Bashkinë Lushnjë në vitin 2022. Prokuroria Fier ka përfunduar hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin HG për veprën penale votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar. Në përfundim të hetimeve për këtë ngjarje, prokuroria ka marrë të pandehur shtetasin HG dhe ka kërkuar dërgimin e çështjes në gjyq, pasi u provua se në zgjedhjet e pjesëshme vendore në Bashkinë Lushnjë, të zhvilluara në datën 06/03/2022, i pandehuri HG ka votuar 2 herë në qendrën e votimit ZAZ 54 Dushk, Bashkia Lushnjë. Nga procesi kryqëzimit të dhënave të pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve, të vendosur në çdo qendër votimi të Republikës së Shqipërisë, ka rezultuar se i pandehuri ka votuar herën e parë si komisioneri KQV në QV 2818 ZAZ 54 Dushk, bazuar në nenin 58 të kodit zgjedhor, dhe herën e dytë në QV 2817 ZAZ 54 Dushk si banor. Në vijim, prokuroria e Fierit shpreh angazhimin e plot dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve.